Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Si fillim po flas një shkurtimisht për shërbimet e mia, pastaj do kaloj direkt tek ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim. Atëherë unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, është ditën e hënë dhe ditën e premte, të dy janë orë 19. Ditën e hënë bëj parashikime në lidhje me ciklin e hënës, si hëna e re dhe hëna e plot, dhe të alternuar me pyetje përgjigje. Ndërkohë që ditëve të premte bëj parashikimin javor. Tek parashikimet që bëj për periudhën në vazhdim, pra aty flas si fillim për ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Mënyra se do t'i këshilloj është të dëgjoni të gjitha parashikimet, është si fillim ajo e përgjithshme, duke që s'na prekin të gjithë, prek natyrën. Pra pas kësaj të kalon tek shenja juaj e ascendentit, cila do që tjetë ajo, dhe pas kësaj të kalon tek shenja që keni lindur, pra shenjave zodiakale. Kjo është renditja më e shëndetshme që mund të dëgjohen parashikimet astrologjike, jo vetëm tek unë, po tek të gjithë astrologët. Përveç këtyre, kam dhe parashikjet e mia në televizione, është edhe këto ditën e hënë dhe të premte. Ditën e hënë jam tek kanali A2 CNN, është në orën 9 të mëngjesit, tek programi Dita Jon. Ndërkohë që ditëve të premte jam tek Top Channel në orën 10, është tek programi Në shtëpinë tonë. Këto janë të gjitha shërbimet që kam për publikun, pra për ju. Përveç këtyre, disa raste bëj edhe parashikime ditore ose edhe video në lidhje me kalimet planetare, të cilat mund t'i ndiqni nga kanali im i YouTube-it. Këto janë shërbimet të cilat janë pa pagesë, ndërkohë që përtej këtyre, nëse keni informacione që dëshironi të merrni për veten tuaj, pra personale, që nuk mundet të gjeni të gjitha këto që sapo përmenda, domethënë që mund të prenotoni në qoftë se dëshironi konsultim tuaj personale. Ky është një shërbim që është me pagesë dhe përmban analizën e hartës. Për të gjithë ata që nuk e dinë orën e saktë, mund të gjejmë orën e saktë dhe në vartësitë e saj të gjejmë edhe ascendentin, ose të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, çfarë do lloj lidhje që të kjo që jeni të interesuar, pra nuk është vetëm thjesht lidhje sentimentale, mund të jetë një individ i cili keni interes të dinë se si mund të vazhdojë biznesi e të tjerë. Dhe detyrimisht bëjmë edhe parashikimin për të ardhmen. Atëherë, është java nga 9 deri në 15 shkurt. Kjo është java, jo vetëm që është java e mesit, por është edhe më e rëndësishme e shkurtit, sepse është java ku e kemi më të thjeshtë të menaxhojmë gjërat. Madje mund të hedhim edhe rrënjët për javët në vazhdim, madje edhe për vitin në vazhdim. Pse themi këtë? Në datën 17 shkurt, pra javën që vjen, do të kemi ditën e martë të javës që vjen, pra është një eklips dielli. Ndërkohë që kjo javë është para përgatitje për atë. Si rrjedhoj, nëse e përdorim ashtu siç duhet këtë javë, kemi aftësinë që edhe javën që vjen, pastaj të jemi shumë më pozitivisht, ta përballim jetën me më tepër pozitivitet. Duke filluar që nga dita e hënë dhe deri tek dita e shtunë, kemi aftësi vërtet shumë të mëdha për ta bërë këtë, duke qenë se kemi disa ndikime planetare të cilat na ndihmojnë në mënyrë të konsiderueshme. Kemi mbrojtjen e gjatë kësaj jave, do të kemi mbrojtjen e Jupiterit, i cili është i vendosur tashmë në disa gradë të cilat shtojnë shumë ndihmën që marrim nga sistemi. Si do kemi dhe aftësi vërtet shumë të mëdha që të përdorim edhe ato pak mundësi ose aftësi që kemi brenda vetes tonë ose rrugdalje që shikojmë, ti përdorim vërtet në avantazhin tonë. Si kjo është edhe një nga javët përpërsisht më pozitive që të mund ta përdorim këtë. Për më tepër, dita e nesër, pra data 7 shkurt, është vërtet shumë e rëndësishme sepse kemi një trekëndësh ajri. Trekëndëshi i ajrit do të thonë 3 planetet të cilat janë vendosur në këndë pozitive me njëri tjetrin dhe si rrjedhoj mbështesin shumë dhe energjia qarkullon në mënyrë vërtet shumë të thjeshtë dhe na mbështet të gjithëve ne. Pak më tepër që kur është një trekëndësh ajri, ne përdorim logjikën në mënyrë shumë efikase, pothuajse perfekte. Mbi të gjitha, një nga këto këndët e trekëndshit do të jetë edhe një asteroid në të vërtet, i cili shëron, na jep shërim vërtet pothuajse të plot, si për sa i përket shëndetit fizik, po ashtu dhe shëndetit mendor, duke qenë se qartëson gjithçka dhe na nxjerr edhe kura përpara. Për këtë arsye kemi aftësinë përsëris që gjatë ditës së nesërme të gjejmë edhe kurën nëse kemi pasur probleme së mos me shëndetin, virozat që kemi ndjerë në këto momente, po ashtu edhe për të gjetur fjalët e duhura
për të shëruar marrëdhëniet që kemi midis njëri tjetrit. Do t'i këshillojmë ngum që ditën e nesër për datën 7 shkurt ta përdorim për të argëtuar, për të udhëtuar, më të bëjmë çfarë të dëshirojmë. Ne thonë që ne të ndjehemi mirë dhe të ndihmojmë edhe njëri tjetrin, që është pjesa më e rëndësishme, që të krijojmë një ambient i cili është i përshtatshëm për të gjithë ne. Po, nëse flasim për javën në vazhdim, ndikimet më të rëndësishme që do të kemi është kemi kalimin e Venusit tek shenja e Peshqve. Këtë e kam thënë edhe më përpara, po detyrimisht do ripërsëris edhe tani. Kalimi i Venusit tek shenja e Peshqve është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Venusi tek kjo shenjë ndihet vërtet shumë mirë, sepse shenja e Peshqve është një shenjë që në thelbin e saj ka humanizmin, dhe Venusi këtu merr një formë e cila na ndihmon që të jemi shumë më tepër empatik ndaj njëri tjetrit, jemi më tepër të fokusuar tek bukuria shpirtërore në këtë rast, prandaj edhe detyrimisht kjo ndikon shumë në mënyrë shumë pozitive tek marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin. Pak më tepër që gjatë gjithë javës që vjen, Venusi do të jetë i vendosur edhe tek disa yje fikse të cilat ne na ndihmojnë shumë, madje sjellin dhe një fat vërtet shumë të madh. Në përgjithësi ky fat është për sa i përket të ardhurave materiale, pra gjithë kjo bukuri që shikojmë në këtë moment, kemi edhe aftësinë që atë çfarë imagjinojmë ta përkthejmë edhe në materie, si do kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Komunikimi është çelës, për komunikimin nesër nëse përdorim pra gjatë ditës së shtunë komplet për të rregulluar marrëdhëniet që kanë qenë pak të sforcuara, ose edhe ne logjikën tonë ta përdorim për të gjetur rrugdalje të problemeve që kemi pasur deri në këtë moment. Detyrimisht që gjithë javës që vjen do të mund ta përdorim të njëjtin Venus që sa përmenda tek shenja e Peshqve në mënyrë vërtet shumë efikase, dhe madje do të kemi të aftësi që edhe të ndërtojmë lidhje, sidomos ato sentimentale, të cilat janë shumë të përshtatshme për ne. Për të gjithë personat që nuk janë në një lidhje në këtë moment, është më thjesht, është më futem në një fazë ku e kemi më të thjeshtë të shprehim ndjenjat tona, madje edhe personat që shikojmë përballë shikojmë në mënyrë më empatike, si rreth kemi aftësinë që ti perceptojmë përtej asaj fasadës që tregojnë, dhe mund të shikojmë edhe nëse janë apo janë të përshtatshëm për ne në aspektin shpirtëror vetë fjalë. Përsa i përket lidhjeve që janë ekzistuese, ato detyrimisht që të përforcohen në mënyrë të dukshme. Shenja që ndikohet më pozitivisht në kjo është detyrimisht shenja e Peshqve, por përveç kësaj është edhe shenja e Akrepit, sepse ka një ndikim vërtet shumë të madh në aktivizimin e ndjenjave të tij, pra e kupton shumë më mirë ndjenjat e tij. Është diçka që nevojitet dhe për fat të mirë, po vjen pikërisht në kohë, sepse shenja e Akrepit ka qenë pak e lodhur. Problemet që do të kemi gjatë javës në vazhdim është data 11, 12 dhe 13. Janë 3 ditë që mund të jenë pak të vështira. Detyrimisht çdo gjë që ka vështirësi ka edhe rrugdalje, prandaj edhe po i themi këto. Është një kënd negativ midis Marsit dhe Jupiterit. Ky është një ndikim disi vështirë, sepse Marsi është vendosur në këtë moment tek shenja ujore dhe na bën ne vërtet shumë impulsiv, shpërndahemi shumë. Madje kemi edhe një farë pasigurie brenda vetes tonë, sepse nuk dimë se kur të veprojmë dhe kur të qëndrojmë. Kjo është edhe arsye që ky kënd negativ me Jupiterin e zmadhon edhe më tepër këtë si problem. Jemi më tepër të drejtuar drejt lirisë, kur Marsi është vendosur tek shenja ujore, por kjo liri është pa kuptim ose pa kufi, dhe nuk e dim se ku qëndron liria dhe ku qëndron për shembull një lidhje e shëndetshme. Mund të ndihemi të cënuar, pra liria jo mund të ndihet të cënuar edhe nga lidhjet më normale. Prandaj ky është një javë, ose më them këto 3 ditë mund të bëjnë problematike, edhe pse gjatë gjithë javës do të ndihet ky si kënd, por këto 3 ditë që sapo përmenda, pra data 11, 12 dhe 13, që është i përkon ditës së mërkurë, të njëjtat dhe të premte, do të ndihet edhe më tepër, sidomos dita e premte do të jetë edhe më e ndikuar nga kjo si kënd. Ajo çfarë do të vijë tre është një konflikt i brendshëm, siç e thash pak përpara, një konflikt i brendshëm, sidomos në lidhje me lirinë, ku na cënohet në liria, ku cënojnë të drejtat tona në thonjse, sepse nuk është e vërtetë ashtu, ne thjesht e perceptojmë si të tillë. Kemi shumë vështirësi në vendimmarrje, sepse koncepti jonë ashtu, ose të themi ashtu si ne shikojmë, është që në qoftë se unë po rregulloj një aspekt jetës time, kjo mund të prish një aspekt tjetër. Pra, në këto momente na duhet të kuptojmë që gjërat, edhe pse janë të lidhura me njëra tjetrën, jo domosdoshmërisht nëse prishen një balancë, do të prishen edhe balancat e tjera. Gjithçka mund të jetë edhe ndar dhe ta zgjidhim pra në grupime ose në probleme të caktuara.
Në qoftë se për shembull, po jap thjesht shembull, nëse del një problem tek marrëdhëniet familjare dhe nuk kemi arsye që ta mendojmë që nëse rregullojmë marrëdhëniet familjare të do prishë marrëdhëniet e mia sentimentale, për po e themi në këtë shembull, të dyja mund të jenë edhe të pavarur nga njëra tjetra, mjafton që ne të harxojmë ose të përkushtojmë kohën e mjaftueshme. Kemi një nevojë shumë të madhe për të shoqëruar, një socializim vërtet shumë i madh. Kjo normalisht nuk është diçka negative, por është pak e tepruar, dhe sidomos personat që janë brenda lidhjeve këto ta ndjenen më tepër, sepse do të duan që të kalojnë më tepër kohë me shoqërinë e tyre dhe si rrjedhoj partnerin e tyre ose partneren e tyre mund ta shikojnë dhe pak shumë si pengesë. Kjo është diçka që do të këshilloja të gjithëve që të jemi pak më të balancuar dhe më realistë më të themi, sepse çdo gjë ka vendin e tij ose vendin e saj. Prandaj edhe nëse shikojmë në këtë pikpamje dhe nuk e teprojmë në asnjë relat, pra kemi shumë të thjeshtë. Ndërkohë që njëjti kënd përtej këtyre që janë negative na jep edhe një mundësi të re, e cila është një mundësi pozitive në këtë rast, sepse na hap syt edhe për mundësitë e reja, duke qenë se kjo frymë e re e lirisë na shtyn që të avancojmë shumë përpara për të gjetur për të hapur shtigje të reja, më të themi, detyrimisht kjo mund të na shtyjë edhe që të krijojmë relata të cilat do të na ndihmojnë për të kryer të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Pak më tepër që e përmenda, edhe Venusi do të kaluar tek shenja e peshqve dhe Venusi kur është vendosur tek shenja e peshqve ka një cilësi të tillë që çdo gjë që ne nderojmë arrim që ta përkthejmë në materiale. Është një ndikim shumë i madh pozitiv për këtë arsye. Pra, në qoftë se ne Marsin ton që kemi, pra lëvizjen tonë, mënyrën se si veprojmë, se si reagojmë, e përkthejmë në këtë që lirinë që ne dëshirojmë brenda vetes të jetë një liri ekonomike, që të krijojmë diçka të re, që të na përkthejë në të ardhur materiale të mira, detyrimisht që gjithë këto kënde negative i do përkthejmë edhe në diçka pozitive. Pak më tepër që shoqëria vërtet na bën mirë, por përsëris pa dëmtuar lidhjet e tjera. Kjo është shumë e rëndësishme gjatë gjithë javës në vazhdim. Dhe përsëris çdo vendim që marrim gjatë javës në vazhdim, duhet ta mendojmë vërtet mirë, duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm dhe të kujdesshëm, sepse në qoftë se harxojmë kohë me gjëra që janë të panevojshme, nga eklipsi i diellit këto do të zmadhohen edhe më tepër, madje mund të ngelemi, mund të ngjecemi pra tek një vend dhe si rreth të harxojmë kohë vërtet shumë të madhe për të zgjidhur një problem që në këto momente nuk kemi pse ta kemi aty pra. Mjafton që të jemi të kujdesshëm me çfarë që po mbajmë në këto momente në jetën tonë. Nuk kemi të detyruar që të marrim të gjitha vendimet tani, këtë më duhet ta nënvizoj, por duhet të fokusohemi tek diçka që është funksionale, që e shikojmë në afatgjat pra në jetën tonë. Okej, këto ishin ndikimet e përgjithshme, më duhet të them, dhe duhet të them edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme dhe kjo. Gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi Saturnin të vendosur tek gradë e fundit të shenjës së peshqve. Grada e fundit të shenjës së peshqve është shumë problematike dhe krijon lëvizje tektonike, lëvizje të tokës, më të themi, se nga çfarë varen ato nuk ka shumë rëndësi për Saturnin pra. Si rrjedhoj, gjatë javës në vazhdim mund të vazhdojmë që të kemi probleme me tërmetet, edhe pse të vogla në Shqipëri, në botë mund të jenë të mëdha, por rëndësishme është, duke qenë se po flasim për Shqipërinë në këtë moment, është rëndësishme që ta dimë që këtu, edhe pse mund të kemi lëkundje, nuk do të jenë shumë të mëdha, por problemet vazhdojnë që të jenë në lidhje me rrëshqitjen e tokës. Dhe këto janë probleme vërtet shumë të rëndësishme, sepse infrastruktura është shumë problematike dhe nuk kemi bimë të cilat të mund të mbajnë dheun që të mos rrshqasi. Prandaj dhe të gjithë atyre që kanë shtëpi, të cilat janë në zona që kanë një farë risku, do t'i këshillojshëm gjatë kësaj periudhe, pra kemi një javë përpara, të jemi më të vëmendshëm dhe në qoftë se keni mundësi të kaloni këtë periudhë në një vend që është pak më i sigurt. Këto ishin ndikimet që kishim në lidhje me natyrën dhe do të vazhdojmë që të kemi shira, prandaj dhe merrni masat në lidhje me këtë temë. Po them vetëm cila është dita që është më pozitive. Dita që është më pozitive, që nga dita e Mërkur, është një ditë vërtet shumë pozitive, është ka mbështetjen e gjithë planeteve pothuajse. Dhe hënën na nxit që të shikojmë atë çfarë është më e dobishme për ne, jemi shumë më tepër efikas në jetën e përditshme, madje jemi edhe më
e kemi horizontin më të gjerë, pra arrim që të shikojmë gjërat në si plotësojnë njëra tjetrën, prandaj edhe kemi edhe një aftësi vërtet shumë të madhe që edhe marrëdhëniet që kemi poshtë dhe puna që bëjmë të jetë shumë tepër efikase. Do të këshilloja që ditën e mërkurë për këtë arsye ta përdorim në maksimum. Nuk po them që ditët e tjera janë negative, po them që kjo ditë është më pozitive se ditët e tjera. Do të jetë në ndikimin e këndit negativ të Marsit dhe me Jupiterin, prandaj në këtë pikpamje që i përmenda përpara, do të jemi të kujdesshëm. Këto ishin të gjitha ndikimet që kisha për të gjitha shenjat. Këtë video do të mund ta gjeni nesër te kanali im YouTube-it, do të jetë gati, dhe të gjithë ju që po pyesni për shembull për shenjën tuaj, mund të ndiqni nesër. Okej. Mirë, pra, faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Ditën e hënë do të flas në lidhje me eklipsin e diellit që do të jetë në datën 17 shkurt. Është shumë e rëndësishëm detyrimisht sepse është eklips dhe ndikimi i tij do të jetë për 2 vite gjysmë me radhë. Prandaj do të këshilloja që ta ndiqni, nëse jo ditën e hënë, mund ta ndiqni edhe ditën e martë kur ta kemi vënë tek kanali im i YouTube-it. Faleminderit shumë të gjithëve dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.